Zegjine Çavushi nga zgjedhjet e 2025-s u bë një personazh rrjetesh sociale si kandidate për deputete me qëndrimet që mbante ndaj Gazmend Bardhit me dialektin e saj dhe ngacmimet që bënte me videot në rrjetet sociale. Më pas, ajo u bë deputete. Tani e kemi në parlament, del flet, debaton, përdor të njëjtën formë të shprehuri, nuk përpiqet të jetë pak më letrare. Paralel ka edhe të tjerë deputet që bëjnë të njëjtën gjë, siç është Sajmir Korreshi nga opozita. Zeqinea në fakt shpesh raportohet politikisht se ku jemi katandisur turpi madh parlamenti zeqines, kemi pasur gratë nderuara, u katandisëm te Zeqinea. Në fakt, ajo është një trëndafil. Në një këngë të Endri Priftit thuhet se trëndafili fshihet në gjethe, është një trëndafil i vërtet atje në parlament. Në atë parlament të mbushur me ignorant e analfabet. Zeqinea ka një shkollë, përdor një dialekt, ka gjetur mënyrën e saj për të komunikuar. Jo për ta mbrojtur apo për t'i bërë reklam. Kështu ka qenë edhe Kleviz Balliu, Agron Sheaj, ja ku i keni, shikoni si janë në parlament tani, apo të tjerë emra. Ai parlament ka 140 deputet, 100 apo më shumë, ndoshta 120 prej tyre heshtin. Nuk i dëgjon kurrë. Nga Partia Socialiste flasin me gishta. Tauland Balla, Toni Gogu, Zeqinea, Erion Braçe ndonjëherë dikur dilte e fliste Elisa Spiropali, po asaj i vun drun. Nga Partia Demokratike flet Berisha, Belin Kolliçi, Gazmend Bardhi, Jorida Tabaku, Flamur Noka, Luciano Boçi apo Kleviz Balliu e ndonjë deputet tjetër. Po ti numërosh nuk bëjnë më shumë se 20 apo 30 deputet, po pjesa tjetër që heshtin. Zeqinea të paktën flet, përplaset me opozitën me dialektin e saj, bën edhe ndonjë gaf. Po këta të tjerët që nuk flasin fare, çfarë janë? Midis tyre ka analfabet. Po, analfabet. Dhe në parlament, Niko Peleshi duhet të thras urgjent kurse për analfabetizmin. Ka deputet që nuk din të shkruajnë dhe me shumë gjas nuk din të lexojnë. Dhe krahasohen me Zeqinen. Të paktën, ajo ka mbaruar një shkollë. Janë ca Zeqinea atje të vërtet. Ashtu vërtet siç kërkojnë ta përdorin këtë term, emrin e saj, analfabet që nuk din të shkruajnë, nuk din të flasin dhe nuk din të lexojnë, ignorant të pashkolluar me diploma false. Çfarë bëjnë atje? Rrin, nuk flasin, po janë numrator topi, thjesht numra të një grupi parlamentar apo një grupi tjetër. Dy veta ka mundësia, Agron Sheaj dhe Ralt Kaprin, i kenë çdo seancë. Partia Demokratike ka 50 deputet në kuvend bashkë me aleatët, por nuk dihet ku janë. Përqindja e analfabetëve te grupi opozitës është më i madh apo më i vogël nuk ka rëndësi. Rëndësi ka që shumica e deputetëve në parlament nuk flasin. Për te analfabetëve që edhe po t'u japësh një fjalim nuk din as ta lexojnë, atje ka edhe njerëz që kanë mbaruar shkolla, ekonomist, ka mjek, ka njerëz me vlera që nuk shfaqen. Mirë analfabetët i mbulon partia, por tani si kryetari i kuvendit Niko Peleshi duhet të bëjë një grup kursantësh të marrë një iniciativë që të paktën kur të dalin nga parlamenti përveç qindra miliona që do të kenë marrë si paga të dinë të lexojnë e të këndojnë, se është turp. Po këta të tjerët, pse nuk i lënë të flasin? Ndaj mos ja qani hallin shumë zeqines. Pastaj fshihen analfabet, ignorant, budallënj si quajmë ne dot, se ndoshta dhe i lëvdojmë, por ka të tjerë pafund në atë parlament analfabetësh që kërkojnë të na simbolizojnë Zeqinen. Edhe më lart e theksuam, Zeqinea është trëndafil në tufën e ferrave të atij parlamenti të mbushur me analfabet, të pashkollë, të paditur, që paguhen me mijëra euro në muaj nga taksat e shqiptarëve të varfër. Një deputet me rreth 50.000 euro në vit, rreth 200.000 euro në një mandat, pa folur për përfitimet e tjera. Ky është ai parlament analfabetësh i mbushur me ferra, ku shkëlqen trëndafili Zeqine.